Mirë, për keni punu shumë mirë, keni po krejt, po nafta 2 euro. Pra kjo është kriza jonë. Ministri i Financave i cili sot dridhe eshtrat edhe të Kenzit dhe të Smithit dyve bashk, ta i keni thirë, tha këseanca se po doni mi mbrojta biznesit. E ta shë një 4-5 vjetë, dë vetëmit që janë të fitu për krizës e naftës, besoni janë biznesit. A dini pse? Sepse kjo qeveri propa meje jo garanton këtë vitim. Sot nuk janë 100 euro të njëjta që kanë qenë para 4 viteve. Sot 100 euro që ke mujt me ble gjera, para 4 viteve sot s'moni blen as me 150. Rritja ekonomike për vitin 2025 vlerësohet se është 3.6, që është ma e ulta e viteve të fundit. Sa për krahasim, në vitin 2018, kur ju keni qenë Ministri i Financave, pa asnjë krizë me parlament funksional, me qeveri funksionale, rritja ekonomike ka qenë veç 3.4%. Pra më e ullët se sa ne që kemi pasur kur ka pas kuvend jo funksional. Situata në Kosovë është alarmante, urgjente. Kjo situatë ka të bëjë drejt për drejt me situatën sociale. Njerëzit që janë në punë, janë në bora social, e ata që nuk janë në punë, ata do të thotë janë në mëshirë të Zotit, ati kofshëm falë. Shënjestër.net